Alo, Përshëndetje, përshëndetje, kush telefonon? Lindoni. Lindon, ç'është kam Lindon? Mirë, faleminderit ju. Mirë edhe ne faleminderit. Disponimin e pasket mirë me muzikë, me sande. Luk po shkon. Më thuaj, çka duhet të bëj një mashkull për një femër? Unë mendoj një fjalë mirë, një respekt i mirë, se fjala mbet non-stop këtë jetën. Dhurata mundet më konsumu, më argju, e një fjalë mirë mbet këtë jetën, mbet kujtim. Edhe jo një fjalë mirë veç rrallë, po shpesh për shkakun çdo ditë mundesh një fjalë mirë më thon. S'ka gjë më mirë. Unë edhe mendoj se çdo femër ka çfarë një fjalë mirë, sesa një dhuratë. Ai i sigurt Lindon? I sigurt nëse isha kon gjakovar. Lindon, se si e marr tu halo? Cili është kakare? Nuk di sa tam. Vesh 1 minutë? Po, sa dush. Hajtë po e presim, Lindoni. E pres, këtu e pres. Do me thonë si kanë mjaftu fjallët e mira, apo? Për këtë arsye i thash, për cilën arsye ti nuk je i martuar ende? Alo? Ose se s'ka thonë fjallët mira sa duhet. Se nuk kesh vetë. Nuk me kishe? Në punë jam bërë zëta. Mirë, mendova që me të dashurën për këtë arsye. Ju thirrë për pak a bën? Po, s'është problemi. T'fala. Faleminderit. Unë s'po besoj që Lindoni s'po besoj kur njët s'ka ndodh Lindoni me na thonë a bën veç 1 minutë ose diçka. Nuk është në punë, edhe shumë qetësi aty nuk është në punë. Zakonisht Lindoni këtë kohë është në vetur. Po, a pse çush i dimna? Jo, me famët kam na mbet hatre, nuk na ke tregu detajet e fundit. Informacionet e fundit për jetën tonë. Po. S'na ka tregu që ka bërë të dashur. Mo jo Arza, po ti kin lajmet, po. Unë e di arsyen. Hajde. Se prindrit e Lindonit na shikojnë neve, tash Lindoni zën më tregu prindve që ka gjetë të dashur. Po gëzoj më prindë. Shumë që shi kena hi njerëz në familja.